Në ditën e Europës, liderët shqiptar dhe përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian përcollën mesazhe që theksuan rëndësinë e integrimit evropian të Shqipërisë dhe progresin e arritur në këtë rrugëtim. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa i është drejtuar qytetarëve shqiptar me një mesazh urimi në ditën e Europës, duke theksuar qartë se ardhmja e vendit është në Bashkimin Evropian. Presidenti u shpreh se vlerëson progresin e bërë nga Shqipëria në procesin e negociatave gjatë vitit të fundit, ndërsa ka bërë thirrje që ky progres në reforma të vijojë. Dear citizens of Albania, I'm addressing you today as future members of the European Union. On Europe Day, we celebrate our common European project, when our founding members choose unity over division and cooperation over conflict. They decided to build a future of peace, freedom and prosperity on the ashes of the Second World War. We believe your future is in the European Union. A lot of hard work is taking place to make it happen. Albania has made a significant progress in the negotiations during the last year. I encourage you to keep up the reform momentum. Together, we will build a shared European future. Long live Europe! Ndërkohë në mesazhin e tij, presidenti Bajram Begaj theksoi se kjo ditë është edhe një moment për të nderuar të gjithë ata që kontribuan për ndërtimin dhe bërjen realitet të projektit evropian. Presidenti u ndal dhe te rrugëtimi evropian i Shqipërisë, duke theksuar se vendi është më pranë se kur antarësimit në familjen evropiane. Kryeministri Edi Rama publikoi një mesazh në rrjetin social Facebook me rastin e ditës së Europës, ku theksoi afrimitetin e Shqipërisë me familjen evropiane. Në ditën e Europës, ministri i jashtëm Ferit Hoxha tha se Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj rrugës së saj europiane. Në një postim në rrjetet sociale, Hoxha shkruan se Europa nuk është thjesht një destinacion, por një zgjedhje vlerash për një të ardhme më të mirë. Ndërkohë deputeti i Partisë Demokratike Belin Kolliçi në ditën e Europës ka deklaruar se Shqipëria është më pak demokratike dhe më pak e lirë. Deputeti theksoi se kjo ditë e gjen Shqipërinë më të zbrazur nga të rinjtë që ikin, më të korruptuar nga aferat, me një kryeministër që ndalon protestat, me dhunë policore, si dhe me krizë dhe tensione.